Ndërsa, cilat janë shkaqet kryesore pra hidrologjike që kanë quar në vërshime, zoti Kastrati? Pyetje shumë e mirë, sepse ne kemi dëgjuar jo pak, do thot, prej njerëzve të ndryshëm që natyrisht prej entuziazmit për të thënë diçka, ndoshta edhe prej medjave të ndryshme të cilët natyrisht prej vullnetit më të mirë për me realizu punën e tyre, shpesher dalin edhe me informacione do thotë që shpesher mund me qenë gabume apo të pabazume në realitet, e realiteti është i bazuar në fakte, në shkencë, në informacione do thotë praktike edhe teorike. Dhe po e themi këtë, një sasi e reshjeve, e cila bjen këtë periudhë, që është ma shumë se 50 litra për metër katror, mbrana 28 orëve, në me thonë është e pashmangshme, po them është e pashmangshme, mos me shkaktuan fillimisht vërshime, pastaj edhe përmbytje lumore, po themi në zonat caktuara. Këto janë faktorët natyror. Faktorët natyror të cilët e përshpejtojnë procesin e një vërshimit, një lumit, një procke, e kështu me radhë, janë të shumët. Por fillimisht është pozita, vendodhja, pjesa burimore lumeve. Ne edhim se në Kosovë pjesa ma madhe e tyre dhe me thonë formona, apo kryojnë prej rjedhave shumë të vogla, apo prockave, të cilat dinë shumë shpejt të organizohen gjatë një intensitetit lartë të reshjeve. Janë të rëmbyshëm dhe pastaj do thotë shkaktojnë edhe dëme. Kjo është aspekti natyror. Mos mirëmbajtja, pastaj natyrisht ne edhim se ka shumë probleme në mirëmbajtje të rregullt, do thotë